Mirëmëngjes dhe përshëndetje të nderuar miq. Jemi bashkë edhe sot në takimin e kësaj të njëjtë të datës 27 mars, ora 7 fiks, nisim emisionin ora juaj dhe për sot, si zakonisht do të jemi në këto 2 orë të para të mëngjesit së bashku, duke ju njohur dhe përcjell fillimisht lajmet e zhvillimit kryesore të orëve të fundit dhe kthehemi pas pak në pjesën e komunikimit me ju. Me lajmin nga vendi në oranews.tv, burokraci dhe sorollatjet e shqiptarëve të Kosovës për shtetësinë shqiptare. Per i vendgrumbullimit të mbetjeve në Vlorë, banorët jetojnë me derra dhe plehrat. Babai britanikës që humbi jetën gjatë zhytjes në Sarand janë i shkatruar. 3 vite luftë për të parë autorin në gjyq, Shqipëria zvarit. Mbajtja adoleshente në banesë pa dëshirën e saj. Arrestohet 27 vjeçari në Tiranë, ja çfarë dyshohet. Përfaqësuesit amerikan të Obdat rikthehen në SPAK, do ofrojnë sërish asistencë për hetimet e prokurorëve. Velia e kryebashkiakut në Qeli që dikur premtonte jo beton, në 10 vite Tirana u betonizua, kullat prekin qiell. Banorët e Velipojës kundërshtojnë ndërtimin e një resorti për plasjen me policinë. Policia e shtetit dhe partnerët italian binom solid kundër krimit të organizuar. Apeli mbyll në burg, Ralph Zenaj nuk tregon se kujt i shiti Golfin 5 që u përdor në atentatin ndaj Kristian Markut. Emri i dënuar me 5 vite burg lëvizte me automjet në Tiranë, policia rrugore arreston 41 vjeçarin. Kur livoi kanabis dhe mbante armë zjarri në shtëpi, arrestohet 45 vjeçari në Kukës. U anë fshekrimi softa mos kallëzimi vepër penale, ngjarje duhet hetohet nga SPAK-u. Durrës tentuan të fusnin në Shqipëri 50.000 euro mall kontraband, arrestohen 2 shoferët. Tjetër jaht në portin e Durrësit, perspektiva të reja për turizmin detar. 35 vjet nga protesta e parë antikomuniste në Shqipëri. SPAK zgjat hetimet për Ahmetaj në akuzë për pastrim parash, fshehje pasurie dhe korrupsion. Akeroj Timsin, drejtori i IT-s në polici i pandehur, prokuroria të dhënat u eksportuan në një hard disk, një person i panjohur. Ngjarja në bllokun e sigurisë reagon Komiteti i Helsinkit, mjeku i dha Donald Grekut për herë të dytë, pa u konsultuar me toksikologun këtë ilaç. Aksidenti frikshëm në Durrës, makina del nga rruga e ndalet nga dyqanet, përfundon në spital 22 vjeçari. Pse të rejat po bien prej abuzimeve hidan në familjet shqiptare, duket që ka shkëputje të raportit prindër-fëmijë. Merr flak një apartament në Elbasan, detajet e para. Pse të re po bien prej abuzimeve, Koromani, shifrat janë alarmante, ngjarja në Vlorë tejet e rëndë. Kopimi të dhënave të Timsit merret i pandehur Ervin Muça, drejtori i IT-s në policinë e shtetit. Policia konfirmon Ora Newsin, ja çfarë ndodhi në zyrat e UAN, natën e Krishtlindjes, ngjarja u sheh, procedohen 7 punonjës të sigurisë dhe një drejtues departamenti, hetimi vazhdon. Nuk ndalet shiu, njëri në parashikimin e motit, burokracitë dhe sorollatjet e shqiptarëve të Kosovës për shtetësinë shqiptare. Ndërkohë vijmë me lajmin nga politika. Këlliçi publikon videon kryetari i njësisë administrative Dajt Alfred Brahja me një sjellje të denjë për një bandit. Dedaj, sistemi dënon individualitetet politike, ligji elektoral kufizon influencën e kandidatëve. Figurat e reja në listat Xhaferi si PD-shtu dhe PS kanë bërë gjenerim të barabartë. Fushata elektorale me sfidave dhe paragjykimeve, Jolinda Dhame mora guximin të futem në garë në të përfaqësoj qytetarët.
Të lobosh për kauza të caktuara është si të merresh me politikë. Fata jap se pranova propozimin e Partisë Socialiste. Berisha uron natën e kadrit mes besimtarëve në Kavaj 26 marsi u bë gjithashtu simboli qëndresës për liri. Pas hakerave iranian, shihet Erion Veliaj, Peka, stafi i Bashkisë së Tiranës, voti të gjitha të dhënat e Jotbenias në vitin 2021. Nga prepotenca e arroganca në dëshpërim vetë shkatrimi i Erion Veliajt në 11 hapa. Emrat dhe dokumentet së muren kandidatët e partive të vogla japin ndërheqjen 7 prej tyre. PD ankohet në KQZ, një ambient i bashkës në njësi numër 5 në Tiranë, ban simbolet tona. Rama, listën e Partisë Demokratike për jashtim bën vetëm një zonjë deputete, kam respekt, të tjerët janë birë Selmani i nënës. Zyrtarët socialistë arrestuar, Rama dorëzuam shpatën e ndëshkimit në duart e drejtësisë. Bëjna ka thënë që vendi juaj është këtu me ne. Rama, antarësimi i Shqipërisë mundësi konkrete. Rama me sipërmarrësit në Shkodër nuk i deklaroni siç duhet ato që fitoni këtë vit nisin fazën e re për hotel. Njëja e pavarësisë Kosovës, nga Kenia, Begaj, vendim i mirëpritur. Ish kryeministri italian Renzi viziton kampin e Gjadrit. Prifti, shoqëria shqiptare është debilizuar aq shumë sa që nuk është më faj i politikës që i drejtohet me këtë gjuhë. Ambasadorja Kamici, Greqia dëshiron që Shqipëria të bëhet sa më shpejt antare e Bashkimit Evropian. Nga Madagaskari në Iran, ja lista e shteteve nga ku do të votojnë shqiptarët për zgjedhjet e 11 majit. Berisha, Rama të vinë në debat, por është mbyllur me Zhaba dhe Lali Lulin. Rama prezanton paketën e maleve në Shkodër 500 përfituesit e parë 10 vjet pas një taks. Berisha prezanton 17 pikat e programit në bujqësi, do dalim me njëherë nga Ballkani i hapur që poronon fermerët. Rama, Mariana vlerështuar për politikën dhe Shkodrën, fushata e bullizmit një turp. Ministri Hoxha pret homologun danez për migracionin dhe integrimin, mbështetje e fortë Shqipërisë në rrugën drejt Bashkimit Evropian. Ervin Muça zyrtarisht i pandehur për skandalin e Timsit, reagon Saliani, burgosja ime erdhi edhe për këtë arsye që të mos hetohej Edi Rama. Nga bizneset në SBA dhe të mediat e incineratorëve, gazetari ja si funksionon skema e parave për Arber Veliaj. Gazetari zbërthen skemën ja lidhja e Veliajt me kërkesën e kushtetuesës kundër vettingut në SPAK. Rama mbledh kandidatët e Shkodrës në Shirok, kemi zgjedhur ekip të motivuar, nesër shpaloset programi i Partisë Socialiste. Rama ironizon kandidatin opozitës për deputet thellohet programi madhështor. Po vjen Sherifi, Berisha publikon video mesazhin e Krisla Sivita. Krisla Sivita, mesazh Partisë Socialiste, jam rrugës për Shqipëri, me zipres të kthehem Shqipëria madhështore sërish. Ndërkohë, zhvillimet nga rajoni. Ngjarjet e fundit në Vushtri, policia shton kontrollet. Osmani kërkon përsëri heqjen e masave ndaj Kosovës në takim me ambasadorët e Bashkimit Evropian. Ministri Çeku sërish i refuzohet vizita në Preshev. Mitsotakis se rrit pagën minimale përfitojnë edhe emigrantët shqiptarë në Greqi. Prokuroria e Prishtinës nis hetimet për votimin me post. Situatë pa fat, Kurdi Rapre e mashtrimit nga 2 komedian rus, reagon zyra e kryeministrit.
Rezultati i zgjedhjeve në Kosovë, Gjykata Supreme rrezon ankesat e subjekteve politike, hapet rruga për certifikimin e tyre. Kurti merret me orientimin seksual të grënët gjatë një intervistimit për komedianëve rus. Specat rondisin Kosovën, kilogrami i tyre ka arritur në mbi 5 euro. Rritje e çmimit të energjisë prej 15%, paralajmërojnë protesta e bojkotim të pagesës nga muaji prill. U qellua nga pronari, ku nati i viktimës Rëfen Meslotësh e pushoi 3 herë nga puna. Bexhet Pacolli thotë se Kenia ka njohur pavarësinë e Kosovës. Osmani Homazhi për dëshmorët dhe martirët e Krushës së Madhe. Fotos mbaj mend asgjë. Dënohet me burg shqiptarin Greqi tentoi të grabiste një grua. Marrëveshja e sigurisë Shqipëri-Kroaci-Kosovë, Vučić shkarkon ambasadoren në Zagreb. Kurti nuk lëviz kufiri në veri, 1 miliard euro për ushtrinë. Kosova të ronditet nga ngjarjet kriminale, kurti duhen veprime të menjëhershme. Emra gjithçka që ndodhi mbrom në Prishtinë në krimin që shkaktoi një viktimë, autori ende në kërkim. Beogradi kundër Kroacisë. Beogradi kundër Kroacia, nisma ushtarake me Shqipërinë dhe Kosovën e hapur edhe për partnerët. Tragjedia në Koçan, vijojnë kontrollet në disa zona, arrestohen gruaja dhe vajza e pronarit të klubit. Plani i rritjes i BE-s Kosovas mund t'i marrë milionat e parë të fondeve pa u konstituar kuvendi. Kroacia vendosë rregulla të reja për turistët, gjobat shkojnë deri në 700 euro. Mirë me lajmin nga bota. Berlin, makina përplaset me turmën raportohet për një të plagosur. Lituani, 4 ushtarët amerikanë humbën jetën gjatë trajnimit. Gjendet mjeti i tyre. Franca rrit ndihmën ushtarake për Ukrainën, Macron premton 2 miliardë euro shtesë. Kisha shtron iftar për mbi 500 muslimanë dhe krishterë në një shenjë solidariteti dhe harmonie. Ish presidenti i Brazilit në hetim për përfshirje në trazirat politike. Macron flet për sanksionet ndaj Rusisë, shumë herët për të hequr Zelenski, nuk do t'ja dorëzojnë territoret tona Moskës. 5 fushat ku Turqia luan rol kyç në çështjet botërore. Dikush bëri një gabim të madh, Rubio reagon pas gafës së Washingtonit, nuk mund të ndodhë më. BE-ja refuzon kërkesat ruse për heqjen e sanksioneve pas bisedimeve saudite. Lavrov, Rusia dhe SBA-ja diskutojnë tubacionet e gazit në Baltik. Samiti i liderëve europian mbi Ukrainën presidenti Zelenski mborin në Paris. Vance shkon në Grönland, por zëvendës presidenti amerikan viziton vetëm bazën e Shteteve të Bashkuara. Së shpejti do t'ja bëjmë të qartë. Redaktori që u fut gabimisht në grupin e zyrtarëve të lartë amerikan publikon bisedën e plotë. Rute 4 ushtarë amerikanë kanë humbur jetën në Lituani pas tërvitjeve. Parlamenti armen voton pro referendumit. Qeveria gati negocioi me Bashkimin Evropian për antarësimin e vendit. Trump shpall tarifa të reja për makinat e importuara, taksaksionet e industrisë janë në rënje. Autobusi turistik përfundon në lumin Po në Itali, ndron jetë shoferi. Studenti turk arrestohet në SBA për opinionet që shprehun mbi lindjen e mesme. Trump, Grönlanda është një pikë kyçe për sigurinë ndërkombëtare. Nuk më pëlqen ta them, por ne duhet ta marrim. NATO kërcënon Rusin, rute do të ketë pasoja shkatrimtare nëse sulmohet Polonia. Nuk i pëlqeu pyetja ish kryeministri italian i tërheq flokët gazetares. Analiza çfarë duhet ditur nga bisedimet e Shteteve të Bashkuara me Ukrainën dhe Rusinë në Riyadh. Suedia rrit shpenzimet për mbrojtjen.
Itali përfshihet nga flakët fabrika që prodhonin ëmbëlsira, evakuohen banorët e zonës. Franca dhe Indonezia bien dakord për të rritur sigurinë e paqësorit, ndërsa tensionet me Kinën vazhdojnë. Van Gogh apo imitim, zbulimi i veprave të rreme po bëhet gjithnjë e më i vështirë. Gjykata e Apelit jep Trumpit një fitore të pjetshme duke lejuar vazhdimin e ndalimit të refugjatëve. Ekrem Imamoglu në Burg zgjidhet kryebashkiaku i përkohshëm i Istanbulit, kush është Nuri Aslan. Skandali Wolc merr përgjegjësinë këshilltari i sigurisë nuk di si gazetari hyri në grupin e sinjor. Ska vot pa pasaport. Urdhri i ekzekutivit Trump në qendrat e votimit vetëm me pasaport. Marrëveshja për emigrantët, Renzi akuza Melonit nga gjadri, me kaq para do kishin bërë qindra kampe në Itali. Jep dhe me lajmin nga sporti. Mes fushori anglisë situata me trajnerin e ri është ja kush është futbollisti më i paguar në Europë. Të gjithë me syt nga Gjermania, Xabi Alonso mund të zbulojnë nesër të ardhmen. Renditja superiore të gjysmë e skuadrave në garë për mbijetesën. Tuchel, Bellingham i ri dhe emocional, por disa gjëra duhet t'i kontrolloj. A e dini sa paguhen arbitrat? Ja sa janë rrogat në Shqipëri, Kosovë dhe në ligat kryesore në Europë. Barazimi e Bylisin Shkëmbi sot bëm një gabim të madh, nuk mundet që Tirana. Sergio Aguero Haaland do të thyej rekordin tim në Manchester City. Video, Tirana përmbys Bylisin me 11 metrash, por nuk e përballon presionin e ballqotëve. Qëlloi ndaj abuzuesit të djalit të tij dënohet me 5 vite burg, legjenda e UFC. Presidenti i Apolonisë futet në fush, shtyn godet dhe ofendon arbitrat në ndeshjen e kampionatit të femrave. Milan rrezikon të humbas portierin Manjan, nëse nuk siguron Championsi. Kupa e botës për klube rrezikon nisjen e sezonit të ri të La Ligas. Elbasani fiton në Laçi, bën presion Partizanit për vendin e 4. Fiorentino Perez shpërblen lojtarët e Realit për kualifikimin me Atletico në Champions, zbulohet shifra. Turpëroja Messi sfidon Logan Paul në një ndeshje boksi. Kategoria e parë, Vora shkëputet në krye të renditjes, humbje me pasojë për flamurtarin, Sinan Idrizi shkarkon trajnerin dhe stafin teknik. Dëmton Davis dhe Upamecano, drejtori i Bayernit, goditje rënd në kulmin e sezonit. Zhiru, momentet e jashtëzakonshme me kombëtaren i ruajnë në zemër. Brazili në krizë të thellë, Vinicius jep alarmin, duhen ndryshime të menjëhershme. Tonali mendon largimin nga Premier Liga, shfaq interes Barcelona. Argentina shkatroi Brazilin, vjen edhe reagimi i Messit. Procesi për dosjen Maradona, ish turpëroja e tij arrestohet në sallën e gjyqit. Ja akuzat ndaj tij. Oliver Giroud nostalgjik për vitet e Milani. Nderi madh të punoja me Maldinin, Piolin dhe Ibrahimovic. Superiore rikthehet me Tirana Bylis. Miniera e botërorit të klubeve, fituesi do të marrë 116 milion euro fonde dhe për më të mirë. Liverpooli i sezonit të ri priten largime të rëndësishme, por edhe afrime natit. Bayern Habluft Barçës, bavarezët në garë për ryllimin e Bilbaos. Nico Williams. Këto ishin lajmet dhe zhvillimet kryesore të 24 orëve të fundit dhe ne kthehemi në studio për të vjuar programin me telefonate, bashkëbisedimin me ju përmes dy numrave të kontaktit që i keni vazhdimisht në ekranet tuaja, në 068 99 00008, 068 60 54 639, numra që i keni në ekran vazhdimisht, por që ne i përsërisim sidomos për ata që na ndjekin dhe dëgjojnë përmes radios të 96.7 MHz. Dërgojemi drejt për drejt në Ora News në radio, sapo e thatë, në live stream në oranews.tv, ku ju mund ndiqni aty
çdo lajm apo zhvillim kudo që ndodh në kohë reale dhe nga kudo që ju ndodheni, jetoni apo edhe punoni. Ju presim edhe sot në takimin e kësaj dinte të datës 27 mars 2025, ora 7:20, sapo i kemi përcjell disa prej zhvillimeve kryesore të raportuara në orët e fundit, dhe është momenti për të komunikuar me ju me çdo problem apo shqetësim, si për herë nëpërmjet bisedave në studio, por e dini që mund shfrytëzoni edhe hapësirën e rrjeteve sociale për të na shkruar çdo problem tuaj përmes mesazheve atje, si në faqet e mia ashtu edhe të Tora News. Njësoj është, nuk ka asnjë lloj ndryshimi. Ju presim në 068 99 00 008, 068 60 54 639. Alo, mirëmëngjesi. Mirëmëngjes Gledi. Urdhroni. Mirë. Mirë si jeni? Mirë, Gjeri nga Rrhen jam. Të kam marrë dhe i ditë para 3 ditë. Po? Ma ke ush po linje, ku të di, nuk u morëm vesh. Po gjesh, Të kam nis me WhatsApp me numrin e ekranit, të kam nis foton e shtëpisë. Jo, po nuk e kemi nuk punojnë nuk ka WhatsApp të numrat e ekranit, Gjergj. Numrat që janë në ekran nuk ka WhatsApp. Ta kam pasur në këndësim që e pa të marrë për të marrë, a kuptën. Ajo e tërmetit? Bravo. E di, po do hitet me short ajo. Do hitet me short dhe duhet presim. Shiko, ne gjithmonë këtë përgjigje na kanë dhënë kudo, si aty ku jeti, në Durrës, në Tiranë, në Krujë ku ka pasur probleme të kësaj natyre, do të bëhen, por se kur. Jo, sekond. Po thuaj. Unë kam qenë ke bashkia në Rrhen. Tjetë që është bashki demokratet për momentin. Ato të parët, ma patëm bëha, si mbas fotos e ati ngresimit që është bëha, e kam pas punë të maru me zëtni. Të është ne këtë më thonë nuk ke emër në listë. Sa të bëjnë, thotë s'ke emër në listë, më thotë borë përpëtës. Jo, emër në listë e ke, kush ta thotë? Ta thotë me gojë apo me shkrim? Jo, më sa me gojë, në gjë. Jo. Emër e ke. Lërë që a thotë me... Bravo, falenderit. Me dokument, po. Falenderit ty, Gjergj. Kalofë Gjithë të mirë, dashur. Ciao. Ciao. 7:22 ora, presin telefonat tjetër, kemi. Alo, mirëmëngjesi. Alo? Iku. Mirë, presim tjetër. 068 99 00 008, 068 60 54 639. Në përfundim në pjesës parë jemi, si gjithmonë nga hëna në të premte dhe për takimin e sotëm, ende 27 mars, ditë me shi. Javë me shi në fakt ka qenë, se sa. Ditë me shi, mirëmëngjesi. Alo. Përshëndetje. Përshëndetje. Duhet të flasë me zotin Klod. Klodi, urdo. Mirëmëngjes një, kalosh një ditë të bukur. Faleminderit shumë, edhe ju. Dhe pashi. Po tani, e bukur është dhe me shi, po. Flasë nga Vlora. Interesojnë për zonjën time se në shtator mbush 62 vjeçe. Dhe kur mund të dalë pension? 61-10 muaj. Po kur i bje në korik, e? Po. Po do komi nga të kur i qonë? Mund t'i qoj dhe që tani po të doj. S'ka si në problemi, bëhet aplikimin i Albania, ndërgëzon dokument, procedurë e thjeshtë është. Nuk kam ndonjë. Mund t'i qoj dhe tani? Patjetër. Dhe unë e di në fillim të korikut... S'ka gjë fare, mund t'i dërgoj dhe tani s'ka si në problemi. Pensionin pastaj, pasi të plotësoj moshën do ta marr, por... E po e në korik, në 27 korik, mbush aqë apo në ju. Mund t'i dërgoj edhe tani. Po s'ka si problem, shiko, edhe njërë, mund t'i dërgoj tani, por nuk është detyruar, mund edhe mos t'i dërgoj tani, mund t'i dërgoj edhe në 10 orë. Kur në 10 orë, kur kalon moshën? Po, mund t'i bëj dhe brenda vitit, po pra. Nuk kupton? Jo, që më falë edhe një. Tani në shtator, mbush 62 vjeçë. Po pra, po. Ligjërisht në pension del 61-10 muaj. Ndërkohë dokumenti mund ta bëj nga tani deri në 31 dhjetor, kur ta ketë ajo përmbar. Po. Më kupton, nuk ka asnjë lloj problemi dhe ndryshimi. Këtë po them. Jo, kemi arrit kur të marrim pensionin. Pensionin do ta marrësh. Gjithë ajo lufton. Atëherë dëgjoj pak, në 22 shtator, në 22 tetor merr pensionin e parë. Nëse do aplikosh përpara. Nëse do aplikosh në dhjetor, kot po them, do ta marrësh në janar për 4 muaj. Po i merë 4 muaj që prapëmbedhur. Po si nuk i merë, mjafton që aplikimi të bëhet brenda vitit i nderuar. Po ti s'ke pse shtym deri në dhjetor, kështu që bëje tani dhe hiqe.
Emi Ros. Apo jo? Ros, falenderit. Sepse do shtysh deri në dhjetor, çfarë do ndryshoj? Jo, prandaj jo unë e dia kështu se kur dola unë atëre bëra në fillim të muaj. Mbusja në mars ta zë në 12 dhe bëra në datë. Nuk ka lidhje fare ndërkohë. Mund ta bësh edhe para kohë. Sepse ka ndryshuar. Por kjo nuk do thotë që je detyruar ta bësh, ë? Po. Shumë falenderit. Asgjë. Ka është një ditë bukur, po thuaj ai të shiu të largohet ai shiu se po je pranvera. Jo më mirë është pranvera me shi është në fakt. Me shi thua? O me shi do të se lind gjallërohet jeshillëku. Po na fora e kam. Aty është një çikë rëmbyer në fakt se keni dhe dëtin. Se duhet të bëjmë dhe plazh, kërkojmë plazh. Ku pyesti për shiu të Vlorës aman, po lëre këtë. Rosh, na fal. Gjithë të mira, do nuk përshqetësohet, ne prandaj jemi këtu. Faleminderit edhe juve. Kalojmë në publicitet ndërkohë dhe do të vijmë vetëm pas pak në pjesën e dytë në vijim të komunikimit me ju. Am thatë reklama apo jo? Po pra. Themi në studio në pjesën e dytë programit, ora 7:30, të flasim për ujin, domosdoshmërinë që ky produkt duhet të jetë shumë mirë, tashmë të gjithë e dini. Gjithsesi zgjidhjen, nëse dikush apo disa ende nuk e kanë mësuar, zgjidhja është EcoSoft. Abononi me vetëm 12.000 lekë në vit. Imagjinoni se sa pak për një produkt të tillë i cili pra pajisja, e cila bën të mundur jo vetëm pastrimin, por edhe trajtimin e ujit. Kjo është një fazë tjetër e rëndësishme që e pastron nga çfarëdo lloj papastërtie apo bakteri mikroskopik që mund të jetë në ujë në kushte normale. Jo pa qëllim, ja u tregova pak ditë më parë edhe në rrjetet e mia sociale që bëm një eksperiment gjatë ndërrimit të filtrave 4 mujor mbi cilësinë e ujit që vjen nga filtrat, që del nga filtrat e EcoSoftit dhe të produktit që del në kushte normale nga rrjeti, dhe diferencat ishin të tmerrshme. Më mirë që mos e keni parë, por gjithsesi ne kemi publikuar për të thënë dhe për të ndërgjegjësuar njerëzit që konsumoni ujë të mirë, sepse kjo është e mundur sot me EcoSoft dhe me shumë pak para. Telefononi në 067 40 40 504. Faleminderit EcoSoft. I rikthemi komunikimin me ju dhe për këtë pjesë të dytë, ora 7:30. Në 068 99 00008, 068 60 54 639. Alo, përshëndetje. Mirëmëngjesi. Kemi telefonat. Alo, mirëmëngjes. Mirëmëngjesi. Okej. Nuk do. Shkojmë të radhës për pak momente. Në fillim të kësaj pjese të dytë. Okej. Në 068 99 00008, në 068 60 54 639. Mirëmëngjes. Alo, mirëmëngjesi. Mirëmëngjes dashur. Kemi dërguar sa dokumenta të shtyve për legalizimet aty tek mesazhieri. Nuk e di a i keni para kurse përgjigje. Me çfarë emër të lutem? Me Valbona Arizi. Kur mi ke dërguar zot? Valbona Arizi është mesazhieri. Dokumentat janë Jo, s'ka gjë. Valbona kush? Po. Valbona kush? Harizi. Po, e kemi përcjell. Po. Një sekond. Po nojnë këto? Prit pak. Një sekond, Valbona. Në emrin e flamurit apo jo? Po. Shiko. Ka një pasaktësi aty që duhet rregulluar. Po. Por do t'ja u sqaroj pas emisionit. Një moment. Po ju lë një mesazh aty dhe do t'ju telefonoj më vonë, dakor? Okej, shumë faleminderit. Faleminderit Valbona dhe juve. Ditë mbar. Presim telefonat tjetër. Mirëmëngjes. Alo. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjes. Alo. Mirëmëngjesi, Klodi. Mirëmëngjes, po Klodi jam, urdhoni. Klodi. Po. Klodi jam, zonjë, të lutem. Urdhë? Klodi jam, flisni. Klodi, kam dy probleme, dy halë. Më thuaj, zonjë.
Nuk po më përgjigje. Po të përgjigje më shpirt, më thuaj. Klodi, Po. Klodi, Po. kam 2 probleme. Mi thuaj, 2 probleme, mi thuaj, po ule zërin televizorit. Ullur, kam ullur. E mi flisni atëherë. Më ka dëmtuar ujësill që shtëpinë, Po. më dëgjon. Të dëgjoj më shpirt, të dëgjoj. Edhe kam problemin e rrugës, nuk më hapi, nuk më vjen makina në shtëpi. Nuk do të hapi gjithon, 1 metro vetëm. Kam ngjerur në derë të bashkisë. Po pse? Juve mund të na zgjidhni hari. Vjen makina deri në një vend, e nuk vjen, nuk do ta lë, kam gjellë linje kishta gjade, ma kishta zënë qeveria në kohën e Munezën. Gjithë lagja kalon këteja, unë kaloj vetëm këteja. Po pse, pra E pse? nuk po më zgjidhe ngella në delë bashkisë, kanë 12 vjetë, 3 kryetar kanë dëru. Si mund të më zgjidhni. Pa e kuptova, pra po unë duhet të di pse është krijuar ky problem në mënyrë që Si? Po pse është krijuar ky problem, o yll, se nuk e di pse s'po më dëgjon. Është larguar. Shkoj me tjetër. Alo, përshëndetje. Alo, po të dëgjoj. Urdhëro zonjë. E kam muhabetin, e kam fjalën për çupën. Po, Me po, thuaj. lindi në Greqi. Ule zërin e televizorit. 2 binjak. Mirë, po në Greqi ajo është pa karta pa gjë. E regjistrova çupën në Lushnjë, që atje ka pasaportizimin. Po. Ajo i Lushnjës më dërgovi në Fier. Vajta në Fier atje. Unë ma ai Fierit më tha mua nuk i takon. Sepse kanë lindur jashtë, dhe për fëmijë që lindin jashtë nuk u takon zonjë. Pa është pa karta pa gjë, ajo në S'ka Greqi lidhje, lindi, tash atje e zuri e lindur, atje e lindi. Po nuk përfitojnë, pra, kudo që të sido që të jetë. Po tani po. Nuk përfiton, a? Jo e dashur, ka gati 2 vite që është hequr përfitimi për ata të cilët lindin jashtë. Mirë, të keqen, Mirë. faleminderit. Të përshëndes dhe me jetë gjatë. Rofsh. Gjithë të mirat. Mm. Mirë dëgjofshim, presim telefonat tjetër. Mirëmëngjes. Alo, Përshëndetje, Klodi. përshëndetje. Jam një verbet Mhm. me grupi i dytë A? dhe më takojnë ilaçet po thaj me kështu pa pagesë. Dhe bashkia Beqit nuk më lejon të marr ilaçet. S'ka lidhje, ajo është në ilaçet e rimbursueshme janë në listën e banave të rimbursueshme dhe në rast se ti ke një mjekim të caktuar me ato medikamente, i Po, përfiton. Kam. Dakor, nëse je pjesë e kategorisë, përfiton. Jam se i grupi i përfiton. dytë. Edhe? Edhe nuk më lejon bashkia, thot nuk i takon sepse s'ka paguar taksim të tokave. Në rregull. Ashtu është i dashur. Ashtu është? Mhm. Faleminderit. Ti je mirë. Po, e mbyllim se u largua. Aq ishte. Mirëmëngjes. Alo, Po, Klodi? urdhra. Klodia, më thuaj zot. Përshëndetje, Klodi. Përshëndetje. Ne kemi një problem të tillë. Pa të marrëm një kredi për të kur blem shtëpinë. Kredin e likuiduam, morëm dokumentat nga banka, i quam te noteri, noteri i çoi në hipoteka ju përgjigj noterit, okej, po ne nga noteri si përfundim nuk kemi marrë asnjë gjë në dorë, vetëm na çoi një mesazh në telefon që u krye. Çfarë të A merrni? duhet- Çfarë prisi të merrni nga noteri? Po për shembull, s'kemi në një dokument vetë që u likuidua kjo gjë. Likuidim për çfarë? Cili ishte aplikimi zonjë? Na Për thuani? për kredin që kishim marrë. Pra ju e shlyhet kredin. Edhe që të lirohet prona, po. Po nuk e merr nga banka atë? Banka na i dha. Po në Ta rregull. shkoni te noteri dhe noteri pastaj do bëj veprimin me hipoteken. U bën të gjitha ato, Edhe vetëm se njerë. Po ne. dëgjoj pak, e dashur. Urdhro. Atëherë, një sekond. Në rast se kjo është ti e ke marr dokumentin nga banka, tani lirohet nga hipoteka, barra që Po. ka qenë në bankë. Dhe Po. po të hysh në një Albanian tënde ose të bashkëshortit apo të pronarit që e ka shtëpi në emër apo tokën, çfarë është, nuk e di se Po, çfarë është shtëpi. Në emër të kujt është shtëpia? Në emër të bashkëshortit tëndin apo të dyve? Jemi 3 bashkëpronar. Jeni 3 bashkëpronar. Në rast se kjo procedurë ka përfunduar, verifikohet fare thjesht e Albania se cilit prej jush. Nëse ju futeni aty te certifikata e pronësisë dhe te kartela e pasurisë,
aty do ta shikoni që nëse del e pastër, në kuptimin e emrin e secilit prej jush dhe pa kolateral ngarkim banke, do thotë që është në rregull. Në rast se del me këtë gjë, do thotë që duhet vazhduar procedura, por nuk besoj sa kohë ka dhënë banka është në rregull. Okej, faleminderit shumë. Të lutem dash. Megjithatë është kadastra ajo e cila duhet ta shikojë, e përpilon dokumentin, bën vërtetimet përkatëse dhe e prodhon sërish certifikatën të pastër pa ngarkim nga ana e bankës. Okej, faleminderit. Asgjë, të lutem. Faleminderit dhe ju. Urdhëro regjia? Alo, mëngjes, E kuptova. E di. Alo. Mëngjes. Mëngjes. Jam një fshatar të Anës. Çfarë je? Jam një fshatar të Anës. Okay. Edhe probleme shtëpinë. Çfarë problemi? Po më shemësh çatia edhe ujti shidhe na bim me në shtëpi. Po ndërtoje. Rregulloje. Po kanë ardhur bashkisë kanë parë, kanë lesuar ka bashkia, ka bërë pa banueshme. A ka probleme me tërmetin? Për tërmetin. A e kuptova, mendova se ishte nga shkaqe të tjera. Pas kanë ardhur në janar 2024 se kanë parë kanë lesuar pa banueshme. Ashtu, ha? Edhe s'ka kthyer as në përgjigje. Çudi e madhe. Po pra, shiko, ka një gjë, në cilën zonë keni ju? Në Kafë Gjallës. Në? I besim në Kafë Gjallës. E ke dokumentin që ta kam vlerësuar? Po, që në janar, vitën e kaluar. Okej, duhet ta mbash ato i nderuar dhe të. Po kur do e bën ato kur jam me fare. Është, shiko, gjithmonë që kemi pyetur ne na kanë thënë do të bën, do të ndërtohen. Ndaj duhet presim i dashur. Mirë. Okej. Përshëndes. Ditë të mbar. Iki me tjetër telefonues, alo, përshëndetje. Mirëmëngjes, Todi. Mirëmëngjes. Si më vjen? Si jeni ju? Kam një problem të vogël edhe të madh. Jam një banor nga Durrësi, kam nusën me një firmë italiane, janë 100 punëtor ata. Po ka 13 muaj që siguracionet të deklaruara, po pa paguar. Problem? Del në bankë, po. Problemi është, a me një shteti më këto? Për efekt pensionit? Po. Qiko? Ato nuk njën në rast se deri kur të dalësh ti në pension do jenë kështu të papaguara. Por gjithsesi mund të themi dhe tjetër që nuk kalon dot pa i paguar kompania ato, për sa kohë janë të deklaruar. Që do vi një moment do t'i paguaj. Se kur nuk e di, por do i paguaj. Nëse janë të tillë. Këtë muaj. Ndroj dhe emrin e administratorit, po duket absurd. Ndrohet emri, po nuk ndrohen gjërat e tjera, kalimi nëpërmjet bankës. Kështu që një ditë ato do paguhen, por se kur? Mirë, s'ka problem, me rëndësishme është që të paguhen, nuk e ka munguar. S'ka se si, Ka kohë nusja, nuk është e re, prandaj tash ta heq nga aty apo ta lë, sepse është absurde. Do paguhen një ditë. Okej. Falenderoj shumë. Rrofsh. Ditën e mirë. Edhe për juve. Telefonata më mëngjesin. Ndjes. Alo? Urdhroni? Alo? Alo, përshëndetje. Përshëndetje. Jam një banus këtu në rrugën Agujë Gjerica. Më dëgjon? Të dëgjoj shumë mirë. Para 4-5 muaj, një firmë e kontrator nga Osheja ka hapur një kanal dhe ka dëmtuar të bazicion me urave të zeza dhe ujtë e pishëm. Ka bërë disa kërkesa në ujësjelës. Edhe të protokolluara, se i do në fund më thonë protokollori. Dhe tani, më dhe 4 muaj, nuk ka marrë asnjë. Më thonë që kur të vi drejtori se shkarkon drejtori. Për një gjë fundit kjo. Këtu ujtë e pishëm ka 6 muaj që ikën dhe ne pagojmë taksa. Ka kërkuar takime dhe me kryetari i bashkisë. Ka bërë letër. Çfarë ka thënë? S'më ka kthyer përgjigje fare. Ka vajtur me një bashki. Po kur ka ndodhur ky problem?
Ka 6 muaj. 6 muaj. Po. Që ka ardhur kanali firma, e kishtem private, duke di se çfarë drejtime është, ka prishur rrugën, ka dëmtuar edhe rrugën, ka dëmtuar edhe tubacione urezë, ka dëmtuar edhe pishëm. Dhe asnjë mas, deri tani. Në cilën zonë do të kjo? Rruga Agush Gjergjevica. Një sekund, rruga kush? Agush Gjergjevica. Agush? Gjergjevica. Okej. Mirë nderuar. Do pyesim. Unë telefon të fojna para 2 ditë me thënë ka shkarkuar drejtori dhe kur vi drejtori të firmos projektin. Në një kohë që kjo ishte shumë e zgjidhur, që firma që dëmtoi duhet të detyrohet ta rregullojë, është e zgjidhur. E kuptova. Okej. Mirë nderuar, do e përcjellim. Faleminderit. Falenderoj ty për telefonatën. Ditë mbar. Shkoj me tjetër. Mirëmëngjes. Alo. Alo. Flisni, ju lutem. Alo. Urdhëro. Alo. Urdhëroni. Klodi. Klodia. Klodini. Po? Të lutem, e lam për gjysmë se e kam defekt të internetit. Po, më thuaj, s'ka gjë. Mund të sqaroni për këtë të dy problemit. Po, cilin, më thuaj zonë, kush? Kam një zonë në Selenit. Aha. Në Selenit të Dorës. Po? Më dëgjoni. Po të dëgjoj zonë, po të lutem fol. Po si mund t'ja bëj vllajën? Po unë nuk ti dëgjova, nuk ka rënë në shira ka 5 vjet. Po çfarë problemi se po flisja me dikë tjetër tani zonë? Më thuaj problemet. Çfarë problemi them? Për rrugën që nuk më hape edhe shtëpia që po kush e mbyll atë rrugë shpirt? Kam lënë derë në Vlorë, dhe te ujësiosi në Vlorë kanë drejtë dhe thonë që nuk ka fonte bashkie. Edhe një herë do më shpjegoj. Nuk më dëgjon zonja, nuk më dëgjon, më vjen keq. Shkoj me tjetër. Falni. Alo, përshëndetje. Urdhë? Alo? Po mirë. Okej. Presim pak. 068 99 00008 068 60 54 639 në këtë pjesë të dytë, ora 7:46 minuta. Kemi telefonat? Mirëmëngjesi. Alo? Po, dakord jam edhe unë. Alo? A kemi telefonat, ju lutem? Po, ma thoni, pra, pse duhet? Kalojmë te tjetra në rast se nuk flet dikush. Alo, përshëndetje. Përshëndetje. Mirëmëngjes. Urdhëroni. Një sugjerim. Po. Ose di këtu në rrugën e Komit. Kur kalohet, paguhet 5 euro. Po. Me lek? 6700. Po si ka mundsi? Unë gjithmonë që kaloj i bëj nga inati euro. Jo, më dakord, e di, të kuptoj. Edhe unë euro e poj, po. Mendova se të kishte shpëtuar. Jo. Edhe ty, si ka mundsi? Nuk të nësi përgjigje. Po, që të bojnë ata shkretet atje? Ura? Po, ata punonjës janë atje, kështu që që do thonë atë? Jo, ata e punojnë si s'ka në të vaj, po u kalojnë ta sërtarë sotë, ose ta se nuk e ngritur zanën. Kush ta që nuk e ka ngritur? Ja, sa po e bëre? Unë e pa. Edhe të tjerë. Jera në ty më ka... E saktë. Jo, vete për kaq, për ju falenderoj, se jeni shumë... Shumë falenderit juve, i dashur. Respekte. Rrugë të mbarë dhe kujdes se kohë e keqe. Shumë e keqe, është në makinë jam. Me kujdes, udhëtim të mbarë. Gjithë të mira. Bukur shumë. Kujdes ku të thoni sot se
si shumë lagështirë. Apo jo? Okej. Mirëmëngjesi. Alo. Mirëmëngjes. Alo. Urdhroni Klodia. Mirëmëngjes. Duani jam unë Klodia. Si? Nuk dëgjova. Duani. Jam Duani. Lëviz pak nga ty ku jetë, lutem. Po unë jam bërë të dëgjoj. Urdo? Alo. Po, tani të dëgjoj. Po, tani të dëgjoj. Urdo. Iku. Okej. Presim tjetër, mirëmëngjesi. Quem Adrian Kocani, olla. Urdo? Quem Adrian Kocani, jam i qytetar nga Tirana. Urdo, Adrian? Se unë të kam marrë edhe një tjetër me këtë numër e telefonit tim se e kam me ofertë. E kam hafë madhë shumë. Qau po, a keni akses ju në i telefonat me drejtorin arshivave në i gjë për atë halin tim, për atë dokumentin e pronave të gjyqëtive Ravoleqëve 38 qënim në dhërëmi të Vlorës. Unë kërkoj një dokument original, kam bërë kërkes, po nuk më kthyen përgjigje, më kthyen një listë me emrat e ftatarëve të dhërmiu të Kozovut. Unë në fakt kërkoj këtë sepse ndodhet në arkiv ky dokument. Ka të tjera, po këtë kërkoj herë për herë. Ndodhet në arkiv, po të nuk ma jep, arkiva nuk e kuptoj. Për se s'kam ku marr informacion. Ato më ndihmoni ju lutem. Nëse ke bërë në arkiv dhe ata thonë jo, si të ndihmojnë? Jo, nuk më thanë jo. Çfarë thonë? Më dhamë përgjigje tjetër, më kthyen te posta, se atje përcjellën ata. E posta më i dokument një listë me emra, Tito Kocani, Filan Fisteku, tjetër, kaq. Nuk më dha këtë për shembull, se kjo është një dokument bankar, që gjyqim në rreth viteve 36 ka marrë kredit në bankën e Napoli, edhe atje është që gjysmë papierësh e kaçme, tregon dënymët të tilla. Plus që ndër vite kemi bërë dhe letra, kemi të qartë, po shiko, i dashur, kur aplikojmë për një shërbim të caktuar, ose kur kërkojmë një shërbim të caktuar, ne nuk e kemi, kur them ne, qytetarët, dhe unë, kur aplikojmë për një shërbim të caktuar, nuk e kemi tagrin për të refuzuar, ose për të thënë që pse duhet ky dokument i caktuar. Në rast se institucioni të kërkon diçka të tillë, duhet ta plotsoni, sepse ne nuk e di mënyrën se si funksionon. Edhe njërë, kur them ne, e kam fjalën për aplikuesin, për juve në rastin konkret. Kështu që mos paragjykoni kërkesat e institucioneve, por thjesht dërgojoni atyre në mënyrë që të mos lini hapësira për vonesa apo zvarritje të procesit. Presim telefonat tjetër, mirëmëngjesi. Mirëmëngjes. Jam Luani, që fola po më radhë. Po, më thuaj, s'ka gjë Luan, më thuaj. Dhe ka me të pyet për atë praktikën që kemi folur, kemi diskutuar. Cile praktikë, të lutem? Praktikën time për shtëpi, për tokën, për shtëpinë. Ku Luan, ku? Po se si mbaj mend me emra tani, ju lutem. Është larguar prapë. Shkoj me tjetër. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Urdhroni. Në lidhje me pensionet do e flisja. Më thuaj. Unë jam në vit pensioni, dal këtë vit dhe me plotësu pension minimal. Po? Nga cili vit dhe deri në cilin vit me njihen vitet e punës. Si në cilin vit? Nuk na sqarojnë ata, domethënë nuk është detyrë jote, por gjithsesi. Jo, s'ka lidhje me detyrë. Kooperativ. Në kooperativ bujqësore, në rast se të kanë humbur dhe kërkon të gjesh me këtë ligjin e ri, po, të llogaritet nga 18. Në të kundërt, nëse i ke në rregull nga 14. Me fjalë nga 18 deri në cilin vit? Nga 94. Nga 18-a? Po. Në rast se ti ke probleme me këto vite dhe do zgjidhe nga ligji që është miratuar, por nëse ti ke në rregull vitet dhe ke filluar punë 16 vjeç, të njihen edhe 16 vjeç. Edhe 16 vjeç. Tani shikoj si qëndron problemi. Unë jam interesuar deri diku dhe kemi vite për shembull që nuk jam të plota. Fjala di, nuk e plotson 280-in që ne kërkojmë për burrat. Po nëse s'ke punuar, tani nuk e plotsojnë se ka probleme. Jo, po këtu çalojnë ne. Po pra, ke punuar, okay, në rregull. Do zgjidhem me ligjin e ruar, mos u shqetëso. Tani
Këtë duhet njekim të 16 apo 18 tani. Më varet. Tani 16 do zgjidhet me gjyq. Sa shumë ne kemi filluar që në 73 nga fillu. Po pra 16 në rast se do doni që t'i gjeni në rrugë tjetër, jo të këtij ligji që ka dalë. Që i heq ato vitet e mëparshme dhe një nga 18, do t'i zgjidhi përmes gjykatës. Patjetër. Nërsa viti 280 edhe me fjalë që të njëjtë kontributi ekziston edhe tani me ligjin e ri, Po, patjetër, sigurisht. Nuk shmanget ajo, është detyrim ligjor që duhet përmbushur si nga burrat dhe nga gratë. Po, 230, 280. Po. Faleminderit. Asgjë të lutem, faleminderit ty për telefonat. Mirupafshim. Presim tjetër. Mirëmëngjesi. Alo. Alo. Urdhëro. Klodi. Po Flori, si vërive ti? Mirë si jetë. Ore, jam një banor në bashkia FIA. Po? Këtu edhe një tender jemi në fshati Dermenas. Po? Edhe një tender këtu. Dhe e bën për ujrat e kanalizimet. Dhe i qoj afirë ma deri në mes të fshatit dhe i kalem si punë e derrave. Edhe ajo ujrat e zeza janë në kanal, na vinë të porta, u helmuam që e vllai. E bëhet majmë plaqa atin, po ku do vemi, s'kemi ku ankojemi. Mirë që e ti e fiksi stopi, ja ka gjinive, po më te s'kemi ku vemi. Shiko, Po deshe, dërgoni në gazetar të verifikojnë, i kanë quet dhe jazje, i kanë marë parat, kanë ikur të ke vllai. Ku ndodh kjo gjëja? Në fshatin, në komunën Dermenas. Për sa kohësh? Ore, ka gati 7-8 muaj, u helmuam, vinë ujrat e zeza të porta. S'ke faj. Okej. Do e përcjellim ndërkohë sa të mbaroj emisionin. Kanë marrë lekë dhe kanë ikur, kush e di kanë marrë në Dubai. Ne s'kemi bukë të anë. Okej. E shohim dashur, falenderoj shumë. Hapë ke vllajti, miru pafshim, faleminderit. Miru dëgjofshim, faleminderit për telefonat. Presim tjetër, mirëmëngjes. Alo. Kalojm publicitet. Okej. Kthehemi në studio, kthehemi në pjesën e tretë të programit. Ora 8:02, vion komunikimi me ju prej orës 7:20, si për herë në 068 99 00008 068 60 54 639. Mirëmëngjes, përshëndetje telefonata. Uleni zërin e televizorit, ju lutem, përshëndetje. Mëngjese. Mëngjesi dashur. Ule zërin televizorit. Po ula, sa po ula. Urdhro. Unë të përshëndesë je shumë djali saktë dhe simpatik. Faleminderit. Unë jam Qazim Sakollari nga Frata e Kulturës. Dhe ju kam paraqitur disa herë shqetësimet e mia. Ku unë kam një apartament 31 vjet, nuk e regjistoj dot në ZRPP për shkak të korrupsionit. Për shkak të korrupsionit, se atje do të paguash 5.000 euro që të regjistrosh. Kam 31 vjet që kam marrë shtëpinë nga ndërmarrja ku kam punuar hidraulik, instalator, bonator. Dhe nuk e regjistroj dot shtëpinë atje. Atje do të kesh ose mik ose para. Prandaj media do të reagojë, juve për shembull. Stacionet tjera televizive do të reagojnë për institucionet komuniste, që këta duan para, që të kryen një veprim, pa para nuk kryet asnjë veprim në asnjë institucion shtetëror. Jo vetëm në ZRPP, po edhe në gjykatë dhe në prokurori e gjitha, kush paguan para del nga burgu. Kush nuk paguan ngelet në burg. Pa kjo është Shqipëria, ju djenë të rinjë vajzat, nuk do të heshni përballë këti slogani. Pensionet janë si në Afrikë dhe rogat. Kurse pushtetarët, rogat e tyre i kanë si në Amerikë. Deputetët morën nga një bonus 10 milion në 2024. Kështu të ndajmet. Unë nuk di gjë, unë jam 81 vjeç dhe kam punuar 20 vjet në për Shqipëri dhe marr një pension qesharak 187.000 lekë dhe gjysma isha në spital dje par dje unë. Dhe atje ishe një vajzë që punon të juve, një vajzë e shkëlqyer. Edhe i thasë asaj, i thasë gjitha stas me Klodin.
që unë jam qëzimi, e thash dhe njëherë nga frata agrikulturës me origjinë, dhe edhe jam një pensionist me një pension qesharak. Ju djemë të rinjë, vajzët të reja, duhet ngrihen në revolucion të përmbysim këtë diktaturë. Kjo është diktaturë me egër nga ajo para 90-ës. Është me egër. Këta po largojnë shqiptarët, djemë dhe vajzët që largojnë nga Shqipëria. Unë i bëj apel djemëve dhe vajzëve, diasporës, të mos e votojnë këtë dinosaur, këtë vrasës, këtë kriminal, këtë nuk kemi për propagandë politike i dashur këtu. E di që nuk e pranoni ju propagandën. Po politika po na merr jetën i dashur. E di pra di, po nëse për ty nuk duhet votuar, për një tjetër duhet votuar dhe unë s'di si të ashtu pastaj. Kam pas në punë një Petrit Karaj. Mi fillove me këto tani, ikim me tjetër telefonues. Edhe unë jam qazini edhe... Mirë, vla, mirë. Ti e shëndoshe mirë, faleminderit shumë për telefonatën, ikim me tjetër. Unë jam i Regjia, ju lutem, ma më dëgjoni, ikim me tjetër. Nuk na japin lekët, o Klodi, nuk na japin lekët e për leku politik. Ikim me telefonat tjetër, ju lutem. Alo, përshëndetje. Që më dëgjova i dashur, të përqafoje të puthë ballë. A dëgjojmë unë aty në regji apo jo? Alo, mi mëgjesi. Alo. Urdhro. Kam radhën unë? Po, tani po, vetëm ule një zërin televizorit. Po. Më thuaj. Po, jam një fshatar nga fshatat e jugut. Po? Kam bërë dokumentat për tokat. Ule zërin e televizorit. Po. Kam bërë dokumentat për tokat, kam 15 vjetë. Janë aprovuar në komunën Lukovë, janë aprovuar në bashkin Himar, tani Spulli, janë aprovuar në rrethin e Vlorës. Edhe vete në hipotekë se më dërgojnë në Sarandë, atje janë blokuar, thonë kur të vi urdi, kanë vatur mbi 20 herë atje, se vajta 15 që kanë bërë dokumentat. Kam di djemë në emigracion, më thonë që kur të aprovojnë që të marrëm tokat, do këthemi të investojnë o toka. Tani, dhe sa vjen do pres, jam 85 vjeç, edhe mund të iki nga kjo jetë, nuk mundet, pse nuk zgjidhet ki problem të lutem shumë. Po ku e keni kërkuar që të zgjidhet? Ka vatur disa herë dhe 15 ditë kam tani se na dërgojnë në Saran, se Himara nuk ka hipoteke dhe në Saran. Kam vatur është kur na vi urdhri, thonë. Publikimi, kur e ke bërë? Vajta 15 vjetë. E kam bërë në ish komunën Lukovë, tani ajo kaloi me Himarën, i aprovoj Lukova. Vajtën Himar, i aprovoj dhe Himara. Vajtën Vlorë, i aprovoj dhe Vlora. Si rrëdhe, edhe e kanë hirë në sistem. Tani, ato hipotekës, kur të vi urdhri. Po qëfar urdhri? Urdhri nga qëndra, në thonë. Po për qëfar? Të jepen dokumentat, më të jepen tapit. Të jepen tapia. Nuk në japin tapit. Kam të djemë sa që në emigracion, i kanë bërë lekët duan të vini investojnë në këto toka, po pa marë tapit nuk kërën ata. Në cilën zonë që të pyes, në cilën zonë do të kjo? Unë jam në fshatin Qoraj të rrethit Himar. Fshati? Qoraj? Qoraj, rrethit Himar. A mund të pyes një asën, qarë do presun mora? Mos ndoshta nuk është bërë azhornimi ndëruar, duhet të flasë. Bërë azhornimi kam vatur dhe në urrete një protek më thonë ata që i ke dokumentat në regull, kur në vi urdhri nga qëndra, nga Tirana. E kuptova. Mi të pyes atëherë për çfarë bëhet fjalë, nëse jo për azhornimi, mirë? Po, kur mund të përgjigje nga ati të paktën nëse të gjë. Besoj nga java tjetër i tash. Po, mirë, falenderit shumë. Asifare të lutem, falenderit e juve për telefonatën. Do të presim tjetër. Alo, përshëndetje. Alo. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Urdhoni. Klodi ndesha. Klodi jam. Klodi. Po. Jam një pensionist nga Laçi. Kisha një pyetje. Këto invalidat që paguan nga bashkia, që nuk kanë punu, grupi 2,
Përfitojnë te shpërblimi? Jo, e dashur. Jo. Faleminderit shumë. Të lutem, asgjë fare. Shkojmë tjetër, mirëmëngjes. Alo. Mirëmëngjes, Klodi. Mirëmëngjes. Ku je ofisnik? E flas nga Vlora, shkëlqim janë. Po, urdhroj dashur. Ku je ka pedram? Mirë? Si jeti? Kam një shqetim, shqetim publik edhe shqetim rasist, edhe rasist, Klodi. Si? Në televizion plusi kam parë një grua, ish një hall, vesh në kort, vesh një protest për një fëmijë që është martuar 13 vjeç, një vajzë 13 vjeçe. Si dënohet 25 vjeç burr, si do dënohet ai 25 vjeç burri saja. Kur ata janë në regjin janë. Edhe vin puna, ajo ka marrë ka për fëmijë, edhe janë martuar si pala e babait e nënës. Janë martuar me një kuptim. Edhe ka bërë fëmijë. Si këtu, po i dëgjojnë vetë me vesh e mi unë. Po merrem në vajza. Po ku është problemi? Ku është problemi, pra? Po dënohet vajza, po dënohet të zëndjore, 25 vjetë burgore. Qa ligji është ky? Po pse pra, me kë është martuar? Po është martuar me i vajzë të 13 vjeçe, të 14 vjeçe. Edhe? Edhe ka për fëmijë, edhe jeton e lumtur. Edhe e ka marrë nga shoqin e saj. Edhe do të dënohet 25 vjetë burg. Qa është ligj këtu? Po çfarë dënohet, do i nderuar, se s'po e kuptoj, për çfarë dënohet? Ore, nuk dënohet, po ja, për që po them unë, nuk dënohet. Që e ka marrë, ka bërë fëmijë, se është martuar 13 vjeçe, 14 vjeçe. Dhe ka marrë ai, dhe ka marrë burri, ka marrë vajzën 13 vjeçe, 14 vjeçe. 13 vjeçe, thasë 18 vjeçe. Po mirë, ndalon ligji ashtu i nderuar. Po çfarë, po tjerë që po bëjnë këtu për çullëti që po bëjnë të gjitha, që po merren me dhunës po dënohen. Po të dënohen të gjithë, më pse? Po jo, pse do dënohet ajo ti? Ata kanë ligjin, ata kanë vetë kanunin që martohen të tillë. Po jo, më dashur. Po jo. Ajo jeton e lumtur. Është mitur. Është mitur. Më pa dak. Pse më meni burri në bursa? Çka më ka marrë me zor. Nuk kam edhe fëmijë. Jam i lumtur me fëmijën sot. Po dakor. Po ka disa rregulla i dashur, se do bëhet çorap dynjaja pastaj. Po ka rregull, për atë ka rregull, për të tjera ato që po bëhet prostitutët e pa parë në foto. Po kush tha që jo dhe për këtë që thua ti? Edhe për këtë ka rregulla patjetër. Po për këtë jo, ti Klodi. Po mirë, dakor, është mendimi im. Ka racizëm Klodi. S'lidhe ka me racizmin, edhe në rast se do ishte... Po racizëm se fugaran në fundosit në fund, e qojnë në fund të betit. Po jo, më ndërë. Gjithë të fugaraj dënohet... Edhe ata të cilët në gjyrën e lëkurës e kanë të bardhë, nuk lejohet martohen 14 vjeç. Nuk e di, kanë martuar të 14 vjeç, o ti sot jetojnë, kanë fëmijë për kopi, i kanë fëmijë në 20 vjeç. Po s'mund të bësh fëmijë 14 vjeç o i dashur tani. Po kanë bërë. Po s'mund të bësh më, ore kanë bërë, po çfarë s'kan bërë këtu më, po nuk mund të bësh. Se s'të lejon... Nuk e di, Klodi, nuk e di. 14 vjeç je fëmijë për vete, 14 vjeç, s'mund marrësh përgjegjësi. Është e papashme, Klodi, më qafsh, është e papashme shumë. Po jo, i dashur. Nëse, me gjithë respektin për ty, po nuk është të thënë që të bijem dakord, me gjithë respektin që kemi për njëri tjetrin. Dakord, unë kam respekt shumë për ty, alëre, po të të fare. Unë them ligjin, unë këtu dënoj ligjin. Okej. Të është ligjë kë. Mirë nderuar, përshëndes edhe një herë dhe faleminderit. Të dëgjoj të mirën. Edhe unë ty. Faleminderit shumë për telefonatën, shkojmë me tjetër. Mirëmëngjes. Është larguar. Presim pak, jemi në pjesën e tretë, ora 8:13 minuta. Mirëmëngjesi. Ndjes. Alo. Mirëmëngjes, Klodi. Të marr nga Korça. Dhe dua të pyes, pyetje për këto tapitë e Korçës janë ngatruar? Cili rast e dashur? Për cili rast, lutem, ma kujto? Ka emër, nuk të dash emër, vetëm të sqarova që janë ngatruar. Për shembull, shtëpinë tënde e kam mund tiketime në zhvën një kaçaurë. Duhet të më thuash, duhet të dërgosh dokumente, thash deri në kaluar. Duhet dokumenti. Ose si ta pyesun atë pa emër? Jo, vetëm kaq, se kjo nuk është vetëm për mua, është gjysmë e Korçës. Jo. Unë nuk kam, është era e parë, era e dytë se më ke marrë një herë tjetër që e dëgjoj si. Po. Edhe nuk më rezulton tjetër shumë. Po në këto rrjete sociale i përdor? Po. Okej, tek Klodi Karaj.
Faleminderit. Mirupafshim. Ju dëgjofshim. Presim tjetër. Mirëmëngjes. Alo, mirëmëngjes Klodi. Mirëmëngjes. Jure mështet. Faleminderit. Jam nga Pugo jam. Po. Vetëm të marrë për shef për të biseduar në një gjuhëzorin në ekranin e televizorit, i vetëm i njeri, i vetëm gazetar, i Neromi respektuar. Faleminderit shumë. Shumë faleminderit. Edhe nuk kam gjana të tjera, i fare falenderoj shumë për respektin për telefonatën. Shumë faleminderit dhe ju dashur. Ti jeni mirë. Vetëm i ofroj zoti i marr. Faleminderit shumë për telefonatën. Shkojmë me tjetër. Alo, përshëndetje. Presim pak. Okej. Numri i keni aty. Vjen prej orës 7:20 komunikimin së bashku në 068 60 54 639 068 99 00008. Alo. Alo, mirëmëngjes, këto ti më falë se u bëre vezishën së marma. Desha të tisë e kja ula dhe të një zënë e televizorit. Do më moni do t'ju mua, jam Adrian Kotani. Duhet të ndjek. Jo, i nderuar, duhet të ndjekësh procedurat e institucionit, gjithë dokumentet që të sjellë. Sqarova edhe pak më herë. Po ja çova unë, ja çoj prapë, por nuk më shërbet. Ja, ata ta kanë kthyer përgjigjen pra. Jo, nuk më kthyen tjetër gjë, nuk më shërben, kupton? Nuk më shërben, tu është problemi. Pse? Por nuk e di si është puna, ajo, unë e kam atë dokumenti, vetëm e tua original, aty është që kushton gjë, po e thash ju me qeni autoritet të jeni pushteti 4. Ma nis dokumentin i dashur. Ura? Ma nis dokumentin. Ta nis ty? Po. Ku në qa adrese? Ose me post ose në këto rrjete sociale. Unë ta nis me post kjo... Po. Kuptova, ta nis unë dakord atë dokument, shumë faleminderit, pak të mora i përgjigje, faleminderit. Faleminderit ju, e ke marrë nga institucioni, por gjithë të mirat. Shkoj me tjetër, mirëmëngjes. Uleni zërin televizorit, alo, përshëndetje. Alo. Ule zërin televizorit, zotri. Alo. Ule zërin e televizorit. Po, Klodi. Po duhet të ulesh zërin e televizorit. Alo. Ule zërin e televizorit, pastaj do flasim. Çkam televizor fare. E ke, si nuk e ke? Po. Ule zërin e televizorit tani, ç'është kjo? Po, e ula. Po ti the skam, si e ule? Alo, më fal. Okej, mirë. Gjë e vogël televizori, s'duket. Më fal. Urdhëro. Klodi. Po i dashur. Po, Klodi. Urdhëro. Si do bëhet ai problemi im, Allah. Cili problem, se po ma tregove dhe mund të jap një përgjigje. Ajo po bëhet 15 punë për gjej bashkëshortën e punës dhe unë. Nuk po gjen grua. Po çfarë ke bërë ti, ke kërkuar gjatë kësaj kohe për të gjetur një grua? Ku nuk kam shkuar. Po çfarë të thon, pse mos e sheh problemin te vete apo te të tjerët? Edhe policia tallet. A ti ke humbur bashkëshortë, nuk e gjen dot? Je. Më fal, mendova se je në kërkim të një bashkëshorte. Po kur ka humbur? Jo. Më fal, ndjes. Ile sa dhe fotografinë e saj, e kam qenë pa, çka kohë është aty ja. E di, e mbaj mend dhe u mendova që është gjetur. Jo, se u bë kohë që nuk më ke marrë. Çfarë thot policia për këtë rast? Po kërkojnë dhe policia. Se i dhe po, këtë nga nga tjetër, se që kam fatë për shprejën asiq. Tallet, kam shkuar të minisi bënë që më ka shkuar, më kam zjetë pistoletën. Shëqeruset e ti më kam zjetë pistoletën. Aha, fillove me këto tani ti? Jo më bë pataj. Po që ke këto tani më kanë zjetë pistoletën? Unë po them atë vërtetën. Po jo, ma jo. Shpresoj që ta gjeshin dhe. Se di dashur. Ai që është shpresoj që të raportoj edhe. E para njërë urojmë që t'jetë mirë. Po ajo se as dhegus po marrë shenjë. As një shenjë nuk po marrë. Okej. Emrin ja di. Si? Emrin ja di. Po nuk kemi çfarë bëjmë ne i dashur. Po ku që këtë ankore mund? Po s'është ankes kjo më, kjo është, do raportosh që s'ke kontakte me të dhe e merren institucionet e kërkojnë, shpallin njoftime, bëjnë. Po policia sigur nuk e ka bërë publike këtë, apo...
Po bëhe ti me 5 milion dorë të 23 ka hikur. Po pra po. Po te policia theme ka bërë publike apo jo si lajm? Po dhe ka bërë, i ka bërë ka qonë prokuroria. Prokuroria 2 muaj dhe e ktheu. E kuptova. Shpresojmë që e para të jetë shëndoshë mirë dhe e dyta të bashkohet me juve. Po, ajo është. Faleminderit shumë. Gjithë të mirat. Ikim me tjetër telefonat. Alo, përshëndetje. Është larguar. Presim pak çaste për tjetër në këtë pjesë të tretë, në përfundim pjesës tretë. Mirëmëngjesi. Alo, Klodi. Urdhëroj dashur. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Interesohem për pensionin. Po. Kam mbushur moshën në 24 shkurta, si që janë 64, kusha 61 vjetë. Po. Edhe me këto ligjin e ri që ka dalë të shi. Po, si? A da në pension? Ule zërin televizorit se nuk e dëgjova fare për çfarë bëhet fjalë. Po. Edhe një, ma thuaj. Për pensionin disha të presë Klodi, kam dalë të që një të moshe që 61 musha, në 24 shkurta shi. Sa bëre në shkurt? 61. Ja, 1964, në shkurt, okej, plus 10 muaj e dash. Plus 10 muaj. Po, 10 muaj, jo 11, 10, pra në 10 orë i bje. Po, sa për shumë. Shtu është ligji. 10 muaj apo? Shtohet me nga 2 muaj për çdo vit. Mirë. Rritën muaj të rritemi ne. Shumë faleminderit. Të na bën shqipi ku na thotë që po meni 61 vjeç, po meni pensionin. Ai që ka të ditë më tjerë. 61 10 muaj dash. Mirë, Klodi, shumë faleminderit. Shumë faleminderit. Shumë faleminderit. Çfarë thot bashkëshorti? Në 10 orë do t'i bësh. Me zor po pret lekë dhe grua sa, ja? Bravo, shumë mirë. Ti mbak edhe gruan dhe fëmijët me ato lekë. Klodi, ka një pension, kisha për zotin, 170.000 lekë. Një vjatë të hajtë me... Ka numër vite pas i gjej. Problema. Tjeni mirë të dy. Faleminderit, të nderuar. Gjithë të mirë. Faleminderit për telefonatë, shkoj me tjetër. Alo, përshëndetje. Alo. Mirëmëngjes. Do flisni apo jo? Era e fundit. Alo, mirëmëngjesi. Alo, mirëmëngjes. Urdhro, po ule zërin televizorit, të lutem. Përshëndetje, Klodi. Përshëndetje. Ju kam marrë edhe para një mund. Po? Për lejen e legalizimit. Dhe ju thash du... Cili rast i nderuar dhe ku ma ke nisur dokumentin në rast se ma ke nisur? Në WhatsApp. Me 3 shifrat e fundit, numrit? 524. Sa? Dora 24. 524. Po. Jo. Nuk kam një numër të tillë. Jo, numri është imi, numri që e këtë numër të kam nisur. Po, në WhatsApp jo, nuk më ke nisur gjë. Nuk kam. Jo, mos ma ke nisur në rrjetet sociale. Me jep numrin tënd. Me jep të plot. 068 25 25 61 524. Po. Një sekund. Jo, s'më ke nisur gjë. Po të shkruaj unë. Po me 068. Po pra 0. Si? Po numri tjetër 068. Prita shoh. Po, ma thuaj? 45 85 85. Po. 548. A, këtu po? Këtu ma ke nisur? Po. Me emri Nazmi apo jo? Po. Pra. Një moment. Ky është aplikimi 2015 apo jo? Po. Është futur në proces i dashur.
Është futur dhe nuk e di në rast se do merret si certifikat përpara majit, sepse ka një urdhër nga ana institucioneve për të mos i shpërndar deri pas zgjedhjeve dhe kjo mbetet për tu parë. Në komunikimin që kam pasur me institucionin nuk ka probleme si dosje. Shumë faleminderit. Dakor? Shumë faleminderit. Thjesht prisni momentin kur të dalë sepse nuk ka asgjë për të shqetësuar. Shumë faleminderit. Faleminderit dhe juve për telefonatën. Gjithë të mirat, ditë të mbarë. Presim tjetër, mirëmëngjes. Urdhë? Alo? Okej. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes, Klodi. Urdhëroni. Të kam marrë para 2 muaj në dorë dhe jetorin për ato dokumentet e jam një qytetar në Berati. Po, për cilin rast? Ule zërin e televizorit dhe largohu, të lutem. Largohu se na shurdhove. Po. Po. Të kam marrë nga muaj në dorë për ato dokumente, kam mbyllur dokumentet e pronësisë. Ku mi ke nisur letrat? Jo, herën e dytë do flasim mbas emisionit. Prita unë. Ku pra ku? Me çfarë? Më ke lënë numër? Numër? Nuk më kujtohet. Po ma lërë dhe të flasim. 068. Po. 31. 02. 02? Po. 971. 971. Po e morë. Okej. Po na vjen atë që kemi paguar ato lekë, kemi mbyllur dhe na ikën ato lekë kështu se s'kemi ku i gjejmë mesë i pa punë, po. Nuk ikin ato lekë, po për çfarë ke aplikuar? Për legalizim apo certifikat pronësie? Certifikat me pronësisë tokës. Në çfarë viti? Unë po bëja përsërisht 2 vjet, Klodi. Po çfarë përgjigje ke marrë? Vajta si vjet në muaj gusht, pyet atje, më thanë bëj një kërkesë edhe mbylla në post në Urë Vajgurore. Edhe vajta atje prap i thash që i ka mbyllur. Më tha mua prit tash i tha ku të majnë telefon sa. Okej. Mirë. Okej. Faleminderit nderuar, ne kalojmë në publicitet dhe vim pas pak në pjesën e fundit në 20 minutat e mbetura. Kthehemi në studio në pjesën e 4 dhe të fundit të programit, vijon komunikimi me ju, presim telefonat. Alo, përshëndetje. Kemi lënë? Alo. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Urdhëro. Ju kam dërguar një lere për shtyrin e afatit lehës ndërtimit. Po, e di, me kemi dërguar dhe shpresojmë që sot ose nesër të kemi përgjigje. Okej, të rojë gjithë mirë. Po ka dhe një diçka tjetër. Po, më thuaj. Kam pru dhe një vetë deklarim për legalizimin e shtetës. E di dhe atë, por thjesht ato do bëhen pas muajit maj. Okej. Orë gjithë mirë. Ti je mirë, faleminderit shumë. Shumë faleminderit. Shkojmë me tjetër telefonat në 068 99 00008 068 65 469. Alo, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes e dashur. Klodi, jam një qytetare nga Vlora. Në gusht mbush 62 vjeçe. Kur do dal në pension? Në gusht 62 vjeçe? Po. Në gusht këtij viti? Po. Poshtë. Duhet të dalë 61 10 muaj, zonjë, pse të presësh 62? Do dalë në qeshor. Ke bërë në gusht 61 zonjë? Jo, bëj në ashtin në gusht. Ja. Ti Po të bëj gusht i bëj 62. Po pra ke bërë në gushtin e kaluar 61? Po. 61 10 muaj del në pension. Do dalë në qeshor dhe me ka. Po, e 10 muaj, sa i bie, aq i bie. Mirë, faleminderit, ditë mbarë. Faleminderit dhe juve për telefonatën. Presim tjetër. Mirëmëngjes. Alo. Mirëmëngjesi, Klodi. Mirëmëngjes. Kam një pyetje, unë dëshoj çikë procedurën e dalë në pension në maj të 25-s. Po. Dhe do të di çfarë procedurë të ndjek për këtë kompensimin e energjisë elektrike. Do aplikosh përmes postës i nderuar. Me postës, a? Po. Jo ke Albania, ja? Jo i nderuar. Faleminderit. Dokumentat ato më japin mua çfarë do të jap atje ke sigurimet apo? Ti japin ata i dash. Okej. Të lutem. Faleminderit dhe ju për telefonatën. Faleminderit. Tjetër Alo. Po, urdhë. Me Klodin flas. Klodi jam. Të lutem Klodi, ka një diçka të vogël për nëse më sqaron çik. Jam në Pieri, kam një ndërtesë
dhe mja të ndërtes mbi tokën që është ndërtuar ndërtesa është gjysma është e blerë nga ana ime, është prona ime, dhe gjysma nuk është blerë për arsye sepse në atë kohë që unë mbarova ndërtesën dhe kam marrë hipotekën, nuk ishte ligji për blerjen e tokës. Po tani. Ku mund të paguaj lekët për gjysmën e tokës? Po shiko, do aplikosh për fjalë për 80 metra katror gjithë, 40 është e paguar, 40 është e paguar. Po pra, po duhet të shkosh në kadastër për të përcaktuar se çfarë statusi ka kjo pronë sot. Kam vajtur unë kam marrë. Po. Kam patur investim aty, kam marrë kam me ndërtimin me të gjitha. Jo, për pjesën e tokës që se ke bërë ai 40 metrash, çfarë statusi ka? Status tok shtet. Tok shtet duhet aplikosh për ta blerë. Po pra. Se kam me hipotekë. E kam me hipotekë të gjitha në rregull. Po pra, po do aplikosh për ta blerë këtë i nderuar. Dua për ta blerë ato 40-50 metra. Do aplikosh në kadastër për ta blerë pra. Po kam vajtur të keqë vllai, në bashki kam vajtur. Jo në bashki, jo në kadastër, çfarë thon? Kadastri thotë nuk e bëjmë ne blerjen e tokës. Po jo. Kush e bën? Po, edhe në bashki të Fierit kam vajtur dhe bashkia e Fierit më këtë përgjigje. Unë kam patur investim në këtë tokë, kam marrë që nga në shumë po nuk po ta merr njëri tokën i nderuar. Nuk po ja u merr kush tokën. Jo për të më marrë, po të kem statuse në certifikat shkruhet atje tokës është shtet. Një sekond. Një moment, mos u largo. Lutem, faleminderit, rrofsh, nderuar. Këtë kërkesën kadastër si e ke bërë, në çfarë lloj forme? Urdhon? Kërkesën kadastër si e ke bërë, në çfarë lloj forme e them? Dua që të blej tokën që kam ndërtesën dhe që kam të hipotekuar. Një sekund. Prit pak. Po të pres, faleminderit. Sepse ka një përcaktim dhe duhet të ta them të saktë. Rosh, më falësh që të futa në siklet. Jo fare. Rosh, sepse duhet të ta them. Jam një pensionist kodi. Qofsh nderuar. Rosh, dhe ju gjithashtu respekte. Sepse duhet ta them të saktë këtë përcaktim. Rosh, faleminderit. Nga që sepse në disa duket sikur për një shërbim janë disa aplikime të njëjta, po një fjalë ndryshon aty kuptimin e asaj. Një sekond. Është me leje ndërtimin e të gjitha me dokumenta super të rregullta, se kam pati investimun aty. E kuptova. Atëherë, do bëllosh një numër telefoni nderuar sepse është goxha e kështu kjo. Ky është numri im. Ma jep me zë, të lutem. 068 Po 22 Mhm. 33 Po 796. 796. Ta ditë kapej. S'ka problem, vetëm numri më duhet. Faleminderit i dashur. Kur mund t'ju marr? Do të kontaktojmë ne. Nesër faleminderit. Gjithë të mirat, edhe ju faleminderit për telefonatën. Mund të marr. Gjithë të mirat. Shkojmë me tjetër. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi, si kalove? Mirë si jeti? Në të cari Selenitës, që me Vastian Lazar i Valiti i Sëmur. Kam bërë një kërkesë për sovatime dhe kjo kryetari bashkisë në ndërrim për të sovatoa. Çfarë ka bërë? Kam bërë një kërkesë për sovatim të shtëpive dhe nuk kam ndërhyrë për të një sovatuar. Kërkesë për sovatim shtëpi, e? Po. Po s'bëhet me kërkesë. Banesa ku jetoj është e rënuar. A ti e ke bërë kërkesën duke kërkuar si një lloj ndihme? Po, një lloj ndihme për të sovatuar, këtu do të banesa ku kam. Nga kush e ke kërkuar këtë ndihmë? Sekretari bashkisë për kërkesë. Të ka ndihmuar, ë? Po, ka ardhur për të parë edhe janë tallur. I ka thënë deputetin e gjithë kryetarin, duhen dyer dritare edhe veç këtyre tha sovatime ata që të futen në banesë. Edhe prisja bëhet diçka, ky s'më erdhi më gënjeu. I kam mbajtur fondet për vete, që menaxhojnë fondet, siç ishte ajo shkolla e Lubonjës që ka shkuar televizioni juaj që ka pa. Janë miratuar shumë fonde dhe ky nuk e disin çfarë bëhet me këtë kryetar bashkie. Ka nisur pastrimin e kanalit që fillon nga Drashovica të Armen, ka lënë gjysmën e kanalit pa pastruar, ka filluar këto në Picar. Në Picar do shkojnë Drashovic.
Hussein Kamali noktojnë tokat bujqësore. Nuk e di se çfarë bëhet me këtë kryetar bashkie me këtë deputet që ky i ka dhënë siç u vu flaka Vlorës, atyre llozave të Vlorës. Ja nuk reagoi ministri Balloku për të incinatorin që shtu në Sheris të vijë në punë. Se marrin vesh se çfarë bëhet me këtë deputet. Dhe ky e zgjedh prapë për të futur në parlament. Ne duam një deputet që punojnë për gjithë zonën e lumit të Vlorës edhe fshatrat të bashkisë së Selenit. Nuk duam këtë deputet që në 8 vjet ka gënjur qytetarën. Sot kam kadastrën, kam spitalin, kam atë do të fitoj. Me këto do fitoj të na mburrit. Ne s'kemi një shëndetësi këtu. Jetë në Shërbim, poshtë me lagështirë, edhe ky kryetar bashkie që është ulur në karrike, vetëm gënjen qytetarët, ha këto fondet që miratohen anë ministrisë. Ja hedh fajin ministrisë kur e kuptova dashur. Shpresoj që të zgjidhet. Të falenderoj shumë për telefonatë. Shkoj me tjetër. Alo, përshëndetje, mirëmëngjesi. Alo. Alo? Urdhroni. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Do të foli çik me Klodin. Klodi jam. Klodi, mirëmëngjes. Do të pyesja për ato vitet e punës a janë njohur Ardan në Shqipëri? Po. Mund të vazhdojmë për të bërë dokumente se unë rri në Itali, po kam marrë me pushimin këtu në Shqipëri. Po, i nderuar, patjetër, është miratuar edhe në të gjitha institucionet dhe në Senatin italian. Shumë faleminderit. Faleminderit juve. Gjithë të mirët. Faleminderit. Presim telefonues tjetër. Mirëmëngjes. Alo. Mirëmëngjes. Urdhro. Të kam marrë telefon ditën e herë. Po. Ndjes. Për punë e shpërblimit. Po. E përfitojnë apo se përfitojnë? Cili rast i nderuar, se më kanë marrë shumë për këtë gjë. Urdhro? Cili rastën, çfarë kategorie jeni? Unë dola në datë të shkurt pension. Jo, nuk e merr i nderuar. Se marrin? Jo. Sepse është miratuar më herët kjo. Ashtu, ha? Po. Faleminderit. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Alo. Urdhroni. Desha pyesja për krahje sociale, njihet për efekt tensioni? Jo, i nderuar. Nuk llogaritet. Faleminderit. Faleminderit dhe juve. Shkoj me tjetër. Alo, përshëndetje. Alo. Përshëndetje. Përshëndetje. Në datën 11 i treti kam nisur një aplikim, më kërkova aplikimin në Messenger. Me emër? Me emër Roland Janca. Nga kjo adresë ma ke nisur? Me këta adresë. Roland? Janca. Me J? Janca, me J. Kam nisur dhe atë pasaportën. Ja ta shoh. Ka qenë telefonata e fundit, para fundit. Sa ditë ka? Në datën 11, të mund bje... Në datë 11, në Messenger, a? Në Messenger. Te ky telefon. Po pra, po, me emrin Haki, jo Roland. Po me emrin Haki, po... Tani po e shoh. Po, aplikimi është i Rolandit. Tani po e shikojnë të ruar dhe të flasim pas emisionit, dakor? Mirë, rrofsh. Në çfarë viti është bërë ky vetë deklarimi? Në 2013. Okej. Mirë. Jam paguar dhe lek. Po normal, patjetër. Në 2013 në do të jetë në rreth vit 2003, në 2008 jam paguar lek. I kam paguar lek. Të gjitha, domethënë me tokën, me ajo ndikimi i infrastrukturës. Pa problem, po normal që i ke paguar, se ndryshe nuk do pranoj aplikimin. Përshëndes, faleminderit. Faleminderit dhe juve. Gjithë të mira. Mirëmëngjes, telefonata tjetër. Alo. Alo, po. Mirëmëngjes. Urdhro Klodi jam. Klodi, mirëmëngjes. Jo, mora dhe bie Klodi. Po?
që të zërin në televizor. Mirë do Mora bësh. dje për çështën e gruas për pension. Mhm. Po asa ti the nga ka moshë 61 vjeç në gusht. Mhm. Tani në gushtin që vjen moshë 62. Po në qershor del në pension. Po më pikërisht pa. Tash në vjetor ka moshë 15 vjet ajo, 3 muaj ka kaluar. Po. Tani këto sa ajo nuk është në gjendje të vazhdoj punën nëse vazhdon shtet. Po mund t'i paguaj këto muaj që mbetën? Patjetër që po. E sa shkon muaj? Po ma vërsisht. Po diku te 4-500.000 lekë. Për ta mbyllur domethënë, mund ta mbyll, a? Po patjetër. Po. Po ku në IVA bën do shkoj po ku? Te sigurime shoqërore. Te sigurime shoqërore direkt apo do shkoj personalisht? Patjetër, do bëni formularin dhe Po, shumë falem. Ku sa veni ndodha, se unë nuk e di. edhe një herë. Më fal. Si ishte? Ku janë sigurime shoqërore se nuk e di atësisht. Nga flisni ju? Tu nga Tirana, nga kombinati jam. Në te drejtoria rajonale, te rruga e Durrësit në fund. Po, shumë falem. Mirë. Shumë falem. Falenderoj edhe ty për telefonatën. Jemi në 5 minutat e fundit të emisionit për sot. Shkojmë me tjetër. Mirëmëngjes. Yes, Klodi, Urdhëro. si po kaloni? Mirë, si jeni? Bashkëshorti im ka dalë në pension dhe ka 2 vjet që punon në një ndërmarrje shtetërore. Me fjalë, do dhe një muaj që të mbushi 2 vjet në ndërmarrje shtetërore. E përfiton, do të dali tani se s'po mundet dot më. E përfiton atë 0.6% në vit? Po sa vite ka përveç këtyre viteve që ka punuar pas pensionit? Pas pensionit. Sa vite pune ka? Po. 43, 44. Po e përfiton. Këto 2 vite që ka punuar? Po e përfiton. Tani llogaritja bëhet mbi pensionin e parë apo bëhet rillogaritje? Bëhet rillogaritje për këto vitet e shtesës, 0.6%. Okej. Faleminderit, Klodi. Faleminderit edhe ty për telefonatën. Shkojmë tjetër. Mirëmëngjes. Alo? Flisni ju lutem. Alo? Alo? Urdhëroni? Ja të urdhëroj në televizor, Klodi. Mirë do bësh. Klodi, e? Po. Respekte. Faleminderit. Unë kam dalë në pension në 2016. Dhe derdhja kontribut të 250.000 se kisha rogë të majme, kam hyrë në punë 63. Asit, u të avanë, pensioni më doli 280.000 lekë. Brava ta punëtorët e mi, ose shokët ata majna 500.000 lekë, në 400, në 300. Unë më kajtë e kam atë, në 2080, ashtë ka vajtë 310.000 lekë. Po shiko, e kemi, si? Ka zgjidhje kjo punë, apo s'ka? Po ka zgjidhje. Që mund zgjidhje. të avana e qeveria. Po, ka zgjidhje ndëruar, sepse të gjithë ata të cilët kanë pretendime se pensioni u ka dalë më pak nga sa duhet ishte, duhet të bëjë një kërkesë për rishqyrtim, për rillogaritje pensionit në Albania dhe për pak ditë e marrin përgjigje. Të mba kërkesë. Po, për rishqyrtim, rillogaritje pensioni, bëhet ajo. Ka pasur raste që është llogaritur dhe gabim dhe është rregulluar, kështu që ndoshta mund të jetë ky rasti juaj. Po, për rishqyrtim pensioni. Po ku i drejtohem? Në Albania e bën atë aplikimin. Ku marrë vesh unë. Për 2 minuta bëhet ajo, po mirë, mund. Kur të them një, dhe unë jam 78 vjeç. Se di të punë. Thuaj një dikujt aty edhe. Të bëj kërkesë atij, e? Po. Faleminderit e nderuar, respekte. Faleminderit e ty dashur. Shkojmë tjetër? Mirëmëngjes. Është larguar. Mirë, presim pak për telefonat ndoshta të fundit. Për sot, alo, mirëmëngjes. Alo. Alo. Mirëmëngjes. Bam Kastrati. Si? Ule zërin televizorit. Kam pensionin Ule zërin televizorit, të lutem. e vjetër edhe të lutem Ule zërin e televizorit, të lutem. po nuk është
Ikim, e mbyllim Lendi. E mbyllim dhe presim telefonat tjetër. Këtë herë ndoshta e fundit. Alo. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes Lodi. Urdhëro. Jam nga Korça. Mo. Flisni zotri. Punën. Si? I kam punuar në Itali 3 vjet me sigurime shoqërore në punë. Po. Dhe u smura dhe ika, e lash punën, më kupton? Po. Më thuaj. Vendimi që mori senati, firmosi presidenti? Po. Do presim 2 javë tash nga firma e presidentit, a? Ka kaluar i ndëruar. Po, ku ti kanë ti të dërgoj dokumentat unë tash? Atje? Në Itali do të dërguar, a? Atjetër. Mirë, faleminderit. Faleminderit aty për telefonatën. Ditë mbarë. Edhe për ju, faleminderit shumë. Shumë faleminderit për emisionin. Okej, edhe ju, s'kemi kohë gati 10 sekonda kohë, kështu që faleminderit, ishte gjithçka për takimin e kësaj tente të datës 27 mars. Ne do të ritakohemi gjatë ditës në lajme së bashku, ndërsa nesër në program. Ditë bukur gjithë.